Mirëmëngjesi edhe njëherë dhe edhe njëherë po vazhdoj me përshkrimin dhe shtjellimin e shpjegimin e gjithë asaj që është duke ndodhur në lindjen e mesme në këto 24 orët e fundit dhe në mbrëmjen në natën e mbrëmshme brenda Iranit. Dhe për ta kuptuar seriozitetin e ngjarjeve që po ndodhin atje dhe për ta kuptuar pozitën aq të rëndë të Iranit që tani ka mbetur në një mjegullnaj të papar deri më tani dhe në një udhkryq që nuk dihet se ka do t'ja mbaj, në start dua ta bëj një përshkrim i pabesueshëm ndoshta për të dëgjuar, por që është përshkrim i realitetit objektiv të atjeshëm. Nëse marrim parasysh udhëhecit e rëndësishëm që Irani i ka humbur në Liban, në Irak dhe Siri gjatë vitit të kaluar, si dhe humbjet e konsiderueshme që i pësoi nga sulmet izraelite mbrëm, shihet se Irani vërtet është para sfidave aq të mëdha me të cilat nuk është ballafaquar asnjëherë lirisht të them në 100 vjetët e fundit. Them gjithashtu me përgjegjësinë më të madhe intelektuale se nëse Irani nuk do të arrijë t'i zbuloj dhe pastaj t'i pastroj oficerët fillimisht, pastaj ushtarët, pastaj politikanët, pastaj njerëzit afër Ali Hamneit, e sidomos elementet e inteligjencës iraniane që pas këshin punuar shumë afër me Mossadin, duke marrë parasysh fiaskon e inteligjencës së 13 qershorit, pra të mbrëmje së natës së mbrëmshme, atëherë e them, apet po them, me përgjegjësi se pavarësia e Iranit apo shtetësia e Iranit do të jetë në një rrezik të madh në planin afatgjat. Përse e thash këtë, po shihet tani me vrasjen e emrave kryesor të Gardës Revolucionare të Iranit, si dhe të ushtrisë së rregullt të Iranit, bashkangjitur këtyre edhe emrat më me ndikim, si ata afër Ali Hamneit, si dhe ata në politikën e rregullt zyrtare të Teheranit dhe Iranit. Radioja izraelite sonte pas kësaj raundit të 5 të sulmeve që i bërin mbi caqe të ndjeshme iraniane, deklaroi se Mossadi ka në dorë një listë të gjatë, bile tha, një listë shumë të gjatë me emra të ushtarakëve të lartë, si nga Garda Revolucionare, si nga ushtria e rregullt, të cilët janë likviduar. Likvidimi i tyre është bërë nga 2 drejtime. Një nga bombardimet me aeroplan, si dhe me raketa izraelite, dhe e dyta nga likuidimet të cilat po i bën krahas me bombardimet e aeroplanëve edhe Mossadi nga brenda Izraelit që paskësh vepruar dhe përgatitur një strategji të paimagjinueshme. Mossadi paskësh mësuar në brenda Iranit, jo vetëm qytetet, jo vetëm lagjet, jo vetëm ndërtesat, jo vetëm banesat, por edhe katet në të cilat ato banesa paskëshin banuar dhe jetuar emrat me ndikim në ushtri, në Gardën Revolucionare, si dhe në politikën iraniane. Dhe për më pak se një natë të tërë, Mossadi i likvidoi një nga një. Ndër më kryesorët ishte Mohammed Bakir, komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, që edhe radioja zyrtare, agjencia e lajmeve iraniane konfirmoi
likuidimin vrasjen e tij, si edhe të Hossein Salamit, komandanti suprem i Gardës Revolucionare Iraniane. Në pak fjali, më lejoni ta bëj një shpjegim të dallimit midis Gardës Revolucionare Iraniane dhe ushtrisë së rregullt iraniane, që të dyja janë organizma ushtarak. Dallimi i Gardës Revolucionare nga ushtria e rregullt konsiston në faktin se përveç veprimeve militante ushtarake, Garda Revolucionare Iraniane ka vepruar edhe jashtë kufive të Iranit, ndërsa ushtria, sipas kushtetutës, e ka të drejtën të veprojë vetëm në mbrojtje të sigurisë dhe kufive të Iranit. Garda Revolucionare Iraniane ka vepruar gjithandej në vendet e lindjes së mesme, duke trajnuar, duke financuar, duke bashkëpunuar, e herëherë duke qenë pjesëmarrëse e barabartë dhe paralel me disa grupe militante në lindjen e mesme, të cilat në një mënyrë apo tjetrën kanë punuar për interesat e Iranit në lindjen e mesme. Përveç kësaj, Garda Revolucionare Iraniane, me një buxhet më të madh edhe se të ushtrisë së Iranit, ka qenë e autorizuar që të veprojë edhe në rrafshin ideologjik. Pra është marrë me organizime të ndryshme, me botime të ndryshme, me financime të njerëzve, të shkencëtarëve, të ideologëve, të filozofëve dhe njerëzve me ndikim në botë që të punojnë, shkruajnë dhe flasin në interes të Iranit dhe të regjimit islamik të Iranit. Për te i kësaj, Garda Revolucionare Iraniane, për dallim nga ushtria e rregullt iraniane, veprimet militante të cilat i ka bërë jashtë shtetit të Iranit, Iranit ja ka lehtësua barën dhe përgjegjësinë para organizmave juridik ndërkombëtar, që nëse nesër mirret në përgjithësi Irani ta ketë mundësinë të thotë se nuk ka marrë pjesë ushtria jonë e as politika jonë, por formacioni ushtarak i Gardës Revolucionare Iraniane. Megjithëse që bota e di se kjo gardë është me një farë forme gardë apo ushtri zyrtare e Iranit, sipas ligjeve evidente në marrëdhëniet ndërkombëtare, organizmat e tillë si Wagneri Tazëm në Rusi apo Garda Revolucionare në Iran, shtetit ja lehtësojnë barrën juridike para organizmave dhe gjykatave ndërkombëtare. Shkojmë më tutje. Sipas asaj që po lajmërohet në Izrael, thënë nga radio ushtarake izraelite, bëhet me dije se Mossadi ka në dorë një listë të gjatë me emrat kryesor të liderëve politik, ushtarak, militant, të cilët janë likuiduar në natën e mbrëmshme. Në mesin e tyre natyrisht, Mohammed Bakir, komandanti suprem i forcave të armatosura të Iranit, si dhe ky Hossein Salami, komandanti suprem i Gardës Revolucionare të Iranit. Bëhet me dije gjithashtu se po likvidohen edhe lider të tjerë politik, parlamentar, ministra dhe fytyrat të njohura të cilët kanë qenë evident dhe në skenën politike në dekadat e fundit të Iranit. Dhe, siç thash në fillim të videos, Irani tani është para një sfide me të cilën nuk është ballafaquar as edhe njëherë në 100 vjetët e fundit. Shikuar tani në Izrael gjithashtu,
lajmërohet nga atje se të gjithë parlamentarët Izraelit, politikan me ndikim, ftyrat e njohura izraelite, e ndër të parët, antarët e kabinetit të qeverisë izraelite, me në krye me Netanyahun, janë futur dhe janë byllur në për strehimoren nëntoksore nga frika e nisjes eventuale të raketimit nga Irani drejt Izraelit. Në anën tjetër, shikuar në këtë çështje, Izraeli po deklaron se deri më tani ka rënuar dhe shkatruar pjesën më të madhe të infrastrukturës raketore të Iranit, e sidomos ka shkatruar radarët të cilët e kishin mundësinë më parë të kontrollonin qiellin e Iranit. Një çështje tjetër që vlen të përmendet këtu është fakti i çuditshëm se në qiellin e Azis është duke ndodhur edhe deri në këto momente teksa po flasim, e ora është 6:45 minuta e mëngjesit të 13 qershorit 2025, qielli i Azis në qiellin e Azis është bërë një kaos i vërtet. Nisur nga cepi më i largët lindor i Iranit, e deri këndej thellë në lindjen e mesme, qielli mbi këto vende është bërë hapësirë e ndaluar fluturimi nga frika e raketimit eventual të aeroplanëve civil që mund të bëhet në luftimet midis Iranit dhe Izraelit. Shtete të tëra janë duke i urdhëruar aeroplanet e kompanive të tyre që të zbresin andej ku arrin të zbresin në aeroportet më të afërta, për shkak se ka ndryshuar destinacioni i fluturimeve, si dhe rrugtimet e përdorura deri më tani më janë të papërdorshme. Kështu, kompani të tëra në vende të ndryshme të Azis kanë deklaruar se ndalin fluturimet e tyre deri në destinacione të cilat kanë punuar deri më tani. Shpenzime dhe humbje ekonomike enorme do të shkaktohen këtyre kompanive të ndryshme, të cilat kanë pasur relacionet e fluturimeve të tyre nga Evropa, Afrika në Azi dhe anasjelltas, si dhe nga Azia drejt Oqeanit Atlantik e përtej Oqeanit Atlantik në kontinentin e Amerikës. Gjëja më e çuditshme për mua në rastin konkret është se si paska arrit Mossadi të identifikoj edhe apartamentet në katet e ndërtesave më të ruajtura brenda Teheranit dhe vendeve të tjera. Përveç që thash në videon e parë se janë bombarduar dhe shkatruar tërësisht, e që edhe radioja iraniane e pranoi, përveç që janë shkatruar reaktorët bërthamor në Teheran, në Isfahan dhe në 2 qytetet të tjera, pas fillimit të rundit të 4 dhe të 5 të bombardimeve izraelite, po shkatrohen edhe kasarnet e ushtrisë iraniane në qytetet kryesore të vendit. Shikuar në përgjithësi, as edhe pesimistët më të mëdhej nuk kanë mujt me imagjinue se do t'i ndodh kjo Iranit deri në këto përmasa fatale. Shikuar tani nga perspektiva e analizimit të gjendjes, ata të cilët shohin në Iranin me sy të mirë, thonë
dhe po flasin në për analizat të ndryshme, në për televizione të rëndësishme të botës, se shkatrimi kësisoj i Iranit që i ndodhi deri në këtë pikë natën e mbrëmshme, Izraelit do t'i hap rrugët për realizimin e ëndrës cioniste hebreje për krijimin e Izraelit të madh. Nga lumi në lum, nga Nili në Eufrat, sepse nuk ka më asnjë shtet në lindjen e mesme që do të arrijë të rrijë në ballë Izraelit. Ata të cilët e shohin në ngjarje nga perspektiva e kundërt e kësaj të parës, thonë dhe do të thonë në të ardhmen se humbja e Iranit dhe shkatrimi i Iranit është një fitore drejt paqes së mundshme në lindjen e mesme, ku së bashku me nënshkrimin e vendeve arabe të marrëveshjes së Abrahamit, gjendja në lindjen e mesme do të qetësohet në të ardhmen. Mendimi im personal është as ky dhe as ky. Cili është mendimi im? Unë vazhdimisht kam thënë se lindja e mesme është fragmentuar asisoj, është ndarë asisoj, që nga koha e shpërbërjes së perandorisë osmane që në lindjen e mesme të mos ketë qetësi derisa vendet e fuqishme perëndimore të kanë interesat e tyre vitale, jo vetëm ekonomike, por edhe strategjike në lindjen e mesme. Diçka tjetër interesante që më ka rënë në sy. Teksa arrija ti dëgjoja edhe disa analistë të rryer brenda Turqisë, të cilët e kanë përcjellur live situatën dhe bombardimin e Iranit, emrat të njohur nga këta analist thonin se humbja e Iranit, dështimi i Iranit, rënimi i infrastrukturës ushtarake të Iranit nga një perspektiv është edhe, po e thëmë me maje guhe, në dobin e Turqisë. Sepse Turqia më nuk do të ketë një kundërshtar serioz në Siri dhe vendet të tjera për të shtrirë ndikimin e vetë dhe të quaj me një term paksima ekstrem, ekspansionizmin e vetë, ekonomik, diplomatik, ushtarak dhe të interesave të përgjithshme. Konkurenti kryesor i Turqisë, jo vetëm në Siri, por edhe në lindjen e mesme, mbase deri atje në Libi dhe në disa vende afrikane, ka qenë pikërisht Irani. Pra, dobësimi i Iranit dënë të thëtë në një mënyrë tjetër edhe fuqizim i Turqisë dhe rolit të saj në lindjen e mesme. Para 2 dite, Donald Trump tërthorazi flet për tërheqjen e ushtrisë amerikane nga Siria, por që një pjesë e saj do të qëndroj në dy vende ku ato do të punojnë së bashku me JPG-n dhe elementet të tjera kurde kundër kryengritjeve apo ngritjes së sërishme të ISIS-it në Siri dhe në rajonin e lindjes së mesme. Shikuar nga një këndvështrim tjetër, kjo bie ndesh natyrisht me deklaratat e deritanishme të Donald Trump dhe të Erdoganit, respektivisht të shëbave dhe Turqisë, se kanë arritur marrëveshje që së bashku të punojnë në proporcion me interesat bilaterale të ndërsjella të këtyre 2 vendeve. Lavdratat e padëgjuara, të them të pa imagjinueshme, të cilat Donald Trump ja bënte liderit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan,
jiptet të kuptohej se Turqia është marrë vesh dhe ka rrit marrëveshje qoftë edhe në tavolin me Washingtonin zyrtar për vazhdimin e realizimit të aspiratave të saja në Siri dhe në lindjen e mesme. Dhe ajo është fuqizimi i Turqisë deri në ato përmasa sa të jetë vendi kryesor dhe vendimarrësi kryesor për të ardhmen e lindjes së mesme. E gjithë kjo situatë e pabesueshme, e krijuar nga nata e mbrëmshme, tani më e hedh çdo analist dhe çdo njohës rreth lindjes së mesme para një pyetje përgjigjen e secilës vështirë se mund t'ja jap së paku në këto ditët e ardhshme. Çfarë do të ndodh me Iranin si regjim kur shihet se likuidimi i ftyrave kryesore deri te njerëzit më të afërt të Hamneit dhe sidomos ato ushtarake nga garda revolucionare dhe ushtria, çfarë do të ndodh me regjimin e Iranit? A do të bie dhe të bihet një tjetër kukull i cili do të pranoj bashkëpunimin me Iranin dhe një çështje tjetër për të cilën nuk më merr mendja se ka dikush në këto momente se mund t'ja përgjigjë është çfarë do të jenë qëndrimet e Rusisë dhe të Kinës kur dihet se sidomos Kina me bombardimin e Iranit ajo po humb një aleat shumë të sigurt në lindjen e mesme. Aleat nga i cili deri në 36% të importeve të naftës dhe gasit natyror i ka siguruar nga Irani. Pra, edhe nëse Donald Trump deklaroi dhe i tha në telefon Netanyahut se ushtria amerikane nuk do të merr pjesë në mënyrë të direkt në bombardimin e Iranit, unë shoh se një ndër sekuencat apo arsyet kryesore të lejimit të Izraelit që ta bombardoj Iranin është edhe një goditje e papritur dhe për masave teje të dhimbshme për Kinën. Irani i ardhshëm me një regjim të mundshëm të ri nuk do të lejohet më që të zhvilloj bashkëpunim ekonomik me Rusin dhe me Kinën deri në ato përmasa sa Kina ta siguroj importin e gasit, të hekurit dhe të naftës nga Irani, ndërsa Rusia të ketë aleatin e vetë, nëpërmes së cilit do ta kontrollon, për aq sa po arrin të kontrollon gjithandej lindjen e mesme. Deri në një analizë tjetër të shkurtër kësaj, mbeqje me shëndet dhe ditën e mirë.